gastroenterologjia përfshin, domethënë sëmundje të cilat fillojnë prej zgavrës së gojës deri te vrima anale. Përfshi këto fillimisht anomalit të cilat detektohen në ditët e para të jetës, edhe mandej sëmundjet të cilat i shoqërojnë këto organe, si zgavrën e gojës, ezofagun, lukthin, zorët e holla, zorën e trash. Edhe kapsluiku si problem në gastroenterologji është në shumicën e rasteve është problem funksional. Shumë më rrallë kemi problem organik që jemi të detyruar me intervenu. Do me thonë edhe këtu, gjëja e parë ose kryesore është me mësu shprehit e mira të ushqyerit, ushqimi i pasur me fibra, i pasur me shumë langje, ushqimi me shumë pemë edhe perime. Laktoza si sheqer është disaharid, që në përbamjen e vet e ka glukozën edhe galaktozën. Galaktoza është një prej sheqernave që është shumë i nevojshëm për zhvillimin e sistemit nervor qendror, trurit konkretisht. Edhe nëse na prej lindjes për kohë gjatë kemi me hek laktozën si sheqer, kemi me ushqy fëmin për kohë gjatë me formula pa laktozë, atëherë natyrisht që e kemi privu prej një elementi i cili është shumë i rëndësishëm për rritje dhe zhvillim.